E mërkura shënon kulmin e valës së të nxehtit që ka përfshirë vendin prej disa ditësh. Temperaturat maksimale llogariten në 41 deri në 42 gradë Celsius në zonat më të nxehta me Elbasanin dhe Beratin, ndër qytetet ku termometri shënon vlerat më të larta. Temperaturat më të larta regjistrohen edhe në kryeqytet dhe në pjesën më të madhe të ultësirës perëndimore. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, territori i vendit ndodhet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti mbetet kryesisht i kthjellët, ndërsa vranësira të pakta kalimtare shfaqen kryesisht në zonat e larta malore gjatë pjesës së dytë të ditës. Kulmi i temperaturave është në orët e mesditës dhe të pasdites, kur në zonat e ulta vlerat kalojnë pragun e 40 gradëve. Sinoptikanët e cilësojnë të mërkurën si ditën më të nxehtë të kësaj vale, ku temperatura që në zona të veçanta mund të afrohen me 42 gradë Celsius në hije. Nxehtësia e fortë nuk largohet menjëherë, edhe në ditën në vijim temperaturat mbeten të larta, megjithëse pa arritur domosdoshmërisht vlerat maksimale të kësaj të mërkure. Në kushtet e temperaturave ekstreme, qytetarët këshillohet të kufizojnë qëndrimin në diell gjatë orëve më të nxehta, të konsumojnë rregullisht ujë dhe të përdorin veshje të lehta e mbrojtje nga dielli. Kujdesi shtuar sugjerohet për të moshuarit, fëmijët dhe personat me probleme shëndetësore, të cilët janë të ekspozuar ndaj dehidratimit dhe goditjes nga nxehtësia.